Vijojnë intensivisht kontrollet në territor dhe në ambiente të mbyllura për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Zbulohet në Divjak një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike. Sekuestrohen 44 kg bimë narkotike kanabis në formë boçesh në proces tharjeje. Gjithashtu gjatë operacionit u konstatuan të kultivuara 1426 bimë narkotike kanabis. Një pjesë e tyre u azgjesuan në vend, ndërsa pjesa tjetër u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se si rezultat i kontrolleve intensive në territorin e qarkut Fier, nga toka dhe nga ajri me dron, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Fier në bashkëpunim me shërbimin e Komisariatit të Policisë Divjak, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë finalizuar operacionin e koduar koordinimi. Gjatë operacionit në vendin e quajtur rezervuar i Divjakës në një tokë shtetërore u gjend një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike. Në këtë ambient u gjetën 37 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis në proces tharjeje dhe 7 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis në formë boçesh. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale me qëllim kryerjen e ekspertimit. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për 3 punonjës të administratës rajonale të zonave të mbrojtura në qarkun Fier. Shtetasit ET, 33 vjeç me detyrë përgjegjës sektori, FH, 37 vjeç me detyrë specialist menaxhimi dhe GA, 53 vjeç me detyrë roje. Vijon puna në drejtimin e prokurorisë së Fierit për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të kultivimit të bimëve narkotike.